Ç'kjo musaka është për atin e si thovës një copë e në kur shef i ke shku të mësoj së në qësh. Patate na duan shumë, unë i kum patate të rjëni. I lejmë i qërojmë e një i presim feta si në video së mzelemza, patate dhe i skuqim kreta kapak. Për gjellën, si dhe e mushim dhe përdërim di koka qep, dgrime, i skuqim pak e në atë dështëm di garota coptome e në misht krim. I skuqim kreta beshk e në dështëm salsën, për një të mësojt madhe kum përdër di kile e gjim salsë. Kjo salsa është e bë me verë se në rrujt me kavanëza e në kam renda në spece në paligjona. Dhe i fesim në pakuj se na duhet e lëngshme, krep një galet pule erza e në lëm zjedh për 15 minuta. Për beshamelin dhe skuqim 3 luk mëjll me thlijën avoj qisht kini pas. Masit skuqën ja 2 minuta dhe shtojmë qumshtin kadeles deri sa të formohet kjo trashësi. Unë i fojta në pak gjeth e në viget se më pëlqen. Ma mrapa në të mësoj shtoj pak beshamel e mushin një rresh patate për kje patatëve gjell, beshamel, gjeth e në prap patatet. Që gjë bëhet 3 herë, për kje shim kret beshamelin e mushim me gjeth e në fesim forë 35 minuta në maksimum të para ngrofme e në 10 minuta në 200 gradë u bëf muer.